jam këtu për denoncuar shfaqjen në tregun mediatik të Telelubis, një televizion i licencuar nga autoriteti përkatës 24 orë mbi 24 orë, ka si temë të vetme lubin dhe avokatin ndaj lubis. Nuk ka akte më të turpshme dhe më abuzive me hapësirë mediatike se sa të personalizosh një media me një delinkuente që de facto është krye hajdutja me madhe pas Edi Ramës se kombit shqiptar. Te i kalon çdo lloj kufiri, kur ky televizion nuk quhet më ABC, Telelubia, do të quhet Telelubia. 24 orë mbi 24 orë sulmon verbrisht në mbrojtje të delinkuentes, duke të dërguar se është pjesë e organizatës kriminale të Lubis. Po, Sokol Balluku, Balla, është antar e organizatës kriminale Balluku Rama. Dhe njëherë, ju lutem, Vala është e qytetarëve, nuk është e pronarëve. Vala është publike, është pasuri publike dhe nuk mund të përdoret për interesa kriminale kundër publikut shqiptar.